Përshëndetje të gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktor Sokoli Saraj, mjek kirurg plastik për qendrën spitalore Nën Tereza dhe po ashtu pedagog I jashtëm në Universitetin e Mjekësisë. Përshëndetje doktor, kënaqësi që jemi bashkë në këtë emision. Kënaqësia është e imja. Shumë kënaqësi, domethënë duke parë ato gjërat që mund të bëni. Angazhimin që keni me edukimin në vazhdim, me konferencat, dhe kjo pastaj është thelbi I pisht. Falenderoj shumë. Në fakt, unë në profilin tuaj jam gjithmonë shumë kurioztar të di më shumë, duke qenë se është një ndër profilet absolut jo vetëm interesant, por edhe një kërkesë e madhe e kohës që ne jetojmë, dhe ju bëni një punë shumë të madhe, qoftë në nivel patologjie, por qoftë në nivel të estetikës në raport me pacientin, kështu që besoj që do të kemi një emision të ndërthurur ku do t'japim qytetarëve le të themi raste dhe një sër situatash që ju hasni në përditshmërinë tuaj. Duke marrë shkas nga kjo hyrje, unë gjë e parë që duhet të them është që ka një keq kuptim për kirurgjinë plastike, sepse kur thua kirurgji plastike nuk kupton automatikisht kirurgji estetike. Kjo në fakt nuk është e vërtetë. Ne kemi një degë shumë të rëndësishme të kirurgjisë plastike që është kirurgjia rikonstruktive, që nuk është kirurgjia estetike, është rikonstruktive, po zën një volum shumë të madh të kirurgjisë plastike, është shumë e rëndësishme, ka shumë rëndësi për ne në formimin tonë si kirurg plastik, ka shumë rëndësi për pacientët në gjërat që mund të bëhen me kirurgji rikonstruktive përtej kirurgjisë së djegës. Kur them kirurgji rikonstruktive, e thon në vija të trasha është të rindërtosh një gjë që ke humbur. Është shkatruar buza për shkak të kancerit, ti duhet ta ndërrindërtosh. Është hequr gjiri për shkak të kancerit, ti do ta bësh atë femër me gjë dhe ta kthesh në normalitet. Absolut, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të thënë sepse vërtet që ka një keq kuptim në mënyrën se si qasen këtij profili. Doktor, do doja të dija diçka më tepër rreth rrugtimit tuaj. Pse keni zgjedhur të jeni në këtë profil, në kirurgji dhe sigurisht në pjesën e kirurgjisë plastike edhe sot dhe estetike? Ka shumë rrethana. Unë gjithmonë në familje dihet që prindit duan që njëri prej fëmijëve tyre të jetë mjek, kështu dhe në familjen time. Unë kam qenë shumë I mirë në shkollë dhe gjithë jetën jam rritur me atë idenë që do bëhem doktor sapo të mbaroj gjimnazin dhe kisha një lëkundje të vogël në fund të vitit 4, sepse ishte viti kur sa kishte filluar informatika që të shfaqej në horizont dhe unë isha shumë I dhënë pas matematikës dhe pas tyre gjërave, por për shkak se informatika ishte një gjë shumë e kufizuar, unë nuk munda të shkoj dot në informatikë, kështu që përfundova në mjekësi. Pra le të themi ka qenë I nxitur nga dëshira e prindërve, po jo më pak edhe dëshira ime. Pastaj për kirurgji plastike mendoj që prap ka përputhje rrethanash. Unë kam konkuruar për specializim në vitin 1995 në shtator, për fat mirë atëherë kishte drejtësi në konkurs, unë isha dikush që s'më njifte asnjëri dhe kur kam ardhur për të konkuruar, unë isha në Kuçovë dhe kam ardhur për të konkuruar për Kuçovën. Kisha vetëm lekë të rrugës edhe lekët që do paguaja për tarifën e regjistrimit dhe më thotë sekretarja, po pse për Kuçovën? Kuçova kishte degë shumë të mira, kishte obstetrik që ishte në modë atëherë, kishte gastropatologji, më duket, nefro edhe laborator. I them po për Kuçovën, po thotë ka dhe time mesatare 9.9, që s'mund të rish pa konkuruar për QSOTN. Ishte një konkurs I veçantë që bëhej 2 ditë më përpara. I them, jo, po nuk I thasha thotë që unë s'kam lekë, se duheshin 2 regjistrime, unë kisha marrë vetëm për atë. I them, jo, nuk mundem. I thash, në fundit, unë vetëm për këtë kam marrë lekë që po s'ka gjë, tha ajo, vajza, ti mund të regjistrohesh. Pra, unë regjistrova për QSOTN, fatmirësisht dola I dyti në atë renditjen, edhe atëherë me vendim të Këshillit të Ministrave, 3 të parë zgjidhnin degët që donin dhe pastaj të tjerat ishin si të qëllonte. Unë isha shumë I dyzuar midis kardiologjisë që më pëlqente shumë, edhe kirurgjisë që ishte në modë atëherë. Obstetrikën nuk e merra dot sepse e mori ajo që ishte e para, kështu që midis kardiologjisë edhe kirurgjisë, kur shkoj atje për të firmosur, them kirurgji, më thot ai, është kirurgji djegë, nuk e çdo. Dhe u befasova sepse isha përgatitur për kirurgji. Bëhet fjalë për në vitin 95, kirurgjia plastike nuk s'njife fare dhe kur thoj kirurgji plastike nuk kuptoj djegë,
po thash nuk kam u kthim mbrapa, s'ka gjë. I them atij do firmos për kirurgji, edhe firmosa dhe sot jam në kirurgji plastike. Po një gjë, në fund të gjitha këtyre një gjë është shumë e sigurt që unë nuk do doja të bëja asnjë gjë ndryshe, as për shkak të profesion, as në lidhje me mjekësinë dhe as në lidhje me specialitetin. Nëse do të më përsëritej, do zgjidhja prapë një gjë. Në gjithë këtë gjë që ju treguat, më bëri shumë përshtypje që gjenden disa njerëz në rrethana të caktuara në jetën tonë, krejt papritur, të cilët janë determinant në fatet tona. Shumë e çuditshme. Dhe unë nuk e kam falenderuar atë vajzën, ka qenë sekretare në fakultetin e mjekësisë, nuk e di ku është më, po gjithë njerëzit ja tregoj këtë histori dhe jam shumë falënderues për të, sepse me një gjë kaq të vogël ndoshta ndryshoi jetën time. Absolutisht. Doktor, le të hym pak më tepër në profesionin tuaj. Sigurisht rastet janë të panumërta. Do doja të dija diçka më tepër. Do doja të dija së pari cili është ai rast që ju ka ngelur në mendje si ndoshta një nga rastet më të veçanta që ju keni patur në jetën tuaj. Duke menduar, mund të sjell shumë, por unë zgjodha në mendjen time që të flas për një pacient, ai sot nuk jeton më për shkak të moshës, por është shembulli më i mirë i bashkëpunimit pacient-doktor, sepse mendoj që në shumicën e rasteve kjo nuk ekziston. Pra që ti të kesh sukses, duhet që përtej vullnetit, dëshirës, dhënies së maksimumit tënd si mjek, duhet patjetër të bashkëpunimi me pacientit. Ai vjen tek mua me një kancer diku poshtë veshit në anën e majt, që ishte i çuditshëm, ishte i moshuar në atë kohë, ndoshta te 80, kanceri duke avancuar, duke sikur kishte kapur gjendrën parotis, kishte një barë me sëmundje të tjera, ndoshta diabet, ndoshta një sëmundje limfoproliferative. Edhe një pjesë e madhe e pacientëve doktorëve, mjekëve, kishin refuzuar ta operonin, për shkak të njofjeve dikush më thotë dëgjoj, ti do ta operosh këtë, sepse ne me zore kemi sjell, nëse ti nuk e bën, atëherë ky nuk do operohet, ne nuk duam ta shohim në këtë gjendje, ishte një plagë e hapur me ato problemet e veta. Dhe i shtyr nga ato, unë them okay, do ta operoj. Dhe shkoj operoj në një sektor, në një klinikë private, sepse në shtet relativisht dyert ishin të mbyllura për shumë arsye. Dhe në operacion doli ajo që unë e prisja, lezioni ishte shumë i përparuar, gjendra e bështymës ishte prekur, dhe la aty bëj një procedurë që mund ta quaj paliative. E heq deri në një farë vend, i vendos një transplant lëkure edhe e mbyll, i them atyre familjarëve që për mua kjo shumë shpejt do përsëritet, po unë s'ka gjë, mirë kuptues, mbaron aty, transplanti zë, ngelet ajo plaga, më vjen pas 2 javësh e shikoj, them, po çfarë mund të bëjmë? Po them, le të provojmë rezatimin, e çoj te onkologjiku. Dhe për aty unë shkëputem, nuk di më çfarë bëhet, me mendjen time gjëja kishte marrë atë gjën e keqe. Pas, ndoshta 6 muaj, një vit diku, shoh këtë njeriu që ishte bërë, le të themi që kishte sjell tek mua dhe nuk guxoja të ta pyesja se si është, sepse në mendjen time nuk do të ishte më. Edhe të pyes jeni, thotë mua, po, Fadili nuk do t'i flasësh? Edhe kisha një emocion të paparë, domethënë që Fadili ishte akoma gjallë. Ishte me kuriz dhe kur e shoh nuk i besoja syve të mi që Fadili ishte gjallë dhe ishte shumë mirë. Procedurat e radioterapisë kishin shkuar mirë, plaga ishte mbyllur dhe ai ishte sikur si ishte operuar. Dhe pas kësaj, për ndoshta në kufirin e 7 ose 8 vjetëve, unë e kam operuar nuk e di sa herë të tjera, sepse për shkak të terapisë që merrte për sëmundje bazë, ishte i prirur për të bërë kancer lëkure në fytyrë, në trup. Dhe ai asnjëherë nuk u dorëzua. Deri në fund, deri ndoshta 1 muaj para se të ndronte jetë, që i bie rreth moshës 94-95 vjeç, unë i kam hequr sepse ai nuk dorëzoi. Dhe pikërisht mendoj që është një nga rastet kur bashkëpunimi dhe mirëkuptimi midis doktorit edhe pacientit sjell rezultatet që ne të gjithë duam. Historia është zakonisht shumë e bukur, sidomos në mënyrën se si ka marrë dhe në mënyrën se si pacienti është rikuperuar dhe edhe ka patur dhe ndryshime të tjera. Po në një rast, doktor, ku ju e mbani në mendje për vështirësinë që ka pasur, ndoshta për nga ato rastet më të vështira që është bërë një punë maksimale dhe që ju sa herë e sillni në mendje doni ta ndani me ne. Padyshim është migrena. Migrena është një rast djegje, nuk mund të them se është rast i vështirë nga pikpamje teknike, sepse në punën e një kirurgu ka 2 lloj vështirësish.
vështirësi teknike, pra ti do të jesh shumë i zotit, kesh ekspertizën e dur, të dish të manipulosh instrumenta etj, po ka dhe vështirësinë e vendimarrjes, domethënë që ajo gjë që ti do bësh është rutinë, është shumë e thjeshtë, por kur do ta bësh, si do ta bësh? A është momenti tani apo do ta lësh më vonë? Migena ishte një vajzë 4 vjeçe, e djegur me flak nga fshatrat e thellë të Kukësit, sot Migena më thret Daxha Kol, sepse për të interesoj Daja dhe ajo më identifikoi me Dajën e vet, dhe unë jam gjithmonë Daxha Kol për atë. Ishte në moshën e djalit tim të madh kur ka ardhur aty. Për te një kujdesi të mjekësor shumë të madh që ne kishim, një përkushtim shumë i madh nga ana e familjes, nga Daja i vet, duke kushtuar vëmendje edhe tek detajet më të vogla të ushqimit, Migena arriti të mbijetoj fazës së parë të djegjes, që ishte një djegje që përfshinte rreth 50% sipërfaqes së trupit dhe që për fat keq ishte e gjitha grade 3. Këto djegjet e gradës 3 nuk mbyllen dot vetiu, duan patjetër të marrësh lëkurë nga një vend tjetër ta vendosësh aty. Dhe pasi kaloi këtë 3 javëshin e parë, plagët u bën gati për të vendosur transplant. Pa dash të merrem me thashë theme e prorësh e kështu, një farë mënyrë na ndaluan. Unë edhe anestezistja që e ndiqte atë, pra unë isha kirurgu dhe anestezisti, ishim gati që ta bënim procedurën e parë të mbulimit me transplant, por gjithë na thoshin për çfarë merreni, kam mbaruar, pse dikush ka thënë pse merreni me kufoma. Kjo ishte shumë e rëndë, domethënë për mua që sepse në fundit a themi që sa ka frym ka shpresë. Kështu që pse jo? Fatmirësisht ato që na penguan ka qenë ngushtë, ikën me leje dhe ne kishim të drejtë të bënim gjithçka. Pra janë prapë ato rrethanat që përputhen. Por koha este dhe në momentin kur kjo ndodhi, Migena ishte me 40 gradë temperaturë. I themi atij Dajës ishte si përgjegjësi, dëgjoj, ne mendojmë që kjo do të bëjë procedurën e parë të plastikës. Po futemi, por nuk i dihet si do dalim. Sepse normalisht në praktikën tonë, kur ti futesh për të bërë një mbulim, pacienti do të jetë në kushte shumë të mira. Ajo ishte në pikën e vet më të keqe. Deri aty kishte qenë shumë mirë. Pastaj filloi që të edhe e thotë ai bëni çfarë doni. Ju e keni, kam besim të plot, dhe ne e marrim urgjent në sallë me temperaturë 39, pra i dash anestezistit që të uli temperaturën, që ne të vazhdojmë procedurën tjetër. Kishte një impenjim nga gjithë stafi, nuk është fare merita ime. Unë isha mjeku përgjegjës, por ne të gjithë e donim atë, dhe u futën të gjithë, nuk e di sa, 3-4 kirurg, 2 anestezist, 3 anestezist. Dhe një procedurë që normalisht zgjaste 1 orë e gjysmë, e kemi mbaruar për 30 minuta, sepse ishte shumë e rëndësishme dhe koha zgjatja e anestezisë, dhe doli me sukses. Dhe pastaj Migena bëri edhe disa transplante të tjera, dhe sot e kësaj dite është shëndoshemi, sigurisht ka shenja, sepse djegjet e tilla lën shenja, por është e gjallë aty për të dëshmuar se sa e rëndësishme është që ti të mos vazhdosh asnjëherë. Të dëgjoja doktore dhe në fakt më bën përshtypje patosi emocional i të treguarit të një rasti ku doktori lufton deri në minutën e fundit për çdo frym shprese që kemi nga një pacient. Sa të bën kjo të lidhur emocionalisht me një rast? A ke të vështirë që ta ndash veten tënde si mjek edhe veten tënde si individ, si njeri përpara një rasti kaq të vështirë? Është një fëmijë 4 vjeç, në moshë me fëmijën tim, që ishte edhe djalim ka qenë po kaq. Dhe është shumë emocionale. Është shumë emocionale, kjo është një nga pjesët tona më të vështira, por gjatë në një farë mënyrë forcohesh, sepse po i përjetove kaq keq, domethënë ti nuk e gati për jo për familjen tënde, po e heqim interesin e ngushtë familjar, por nuk e gati për pacientin tjetër nesër. Kështu që në një farë mënyrë unë e kam edukuar veten që ta bëj këtë shkëputje, jo gjithmonë ndodh, por e kam sforcuar veten që ta bëj këtë shkëputjen emocionale nga pacienti për të mirën e pacientëve të tjerë. Doktor, po në një rast që edhe pse është bërë një punë e madhe, në fakt gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç duhet. Ndoshta në një rast komplikuar për arsye të ndryshme, diçka që ka përfunduar jo mirë dhe ku po themi dhe familjarët ka qenë koshient të asaj gjë, dhe asaj pune të madhe që është bërë. Mund të ketë, patjetër që ka. Nuk di të kujtoj, po një nga rastet e fundit ka qenë një djalë ku unë kam bërë një ndërhyrje relativisht moderne, që nuk është se bëhet shumë shpesh, dhe kam pas guximin ta bëj. Për shumë arsye, për shkak të vendit në këmbë, për shkak të
fakti që ai ishte duampirës, sepse pjesa më e madhe e këtyre ndërhyrjeve të duampirësit ose s'bëhet ose bëhet me shumë rezerva, duke i thënë rrisjet që ka. Kam vuajtur shumë, ai ishte shumë mirë kuptues, unë kam vuajtur 3 deri ndoshta 2 muaj që ta mbaja në jetë atë copë lëkure që a transferova për të mbyllur një defekt ku ishte ekspozuar kocka. Edhe në fund të ditës, një pjesë arritën ta shpëtonin të asaj lëkure, ngeli një pjesë akoma ekspozuar, por mendoj që deri në këtë pikë arritëm vetëm sepse ato ishin mirë kuptues për te përkushtimit. Provuam çdo gjë që mund të njihet sot në shkencë, që nga terapia me vakum deri te ato që quhen ushunjza, që ndonjëherë për njerëzit tingëllon e çuditshme, por ushunjzat përdoren shumë në kirurgji rekonstruktive sepse luftojnë atë që ndonjëherë na bën të dështoj operacioni për shkak të kongestionit venoz. Ushunjzat i vendos, thithin gjakun e tepërt dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ta bëjnë një gjë që ishte duke dështuar që të jetë suksesshme. Ky është rasti i fundit që më kujtohet, mund të ketë edhe të tjerë, po mendoj që ky është kështu që më vjen tani shpejt në përmend. Po në pjesën e kirurgjisë plastike, çfarë ndodh në kohën që po jetojmë? Çfarë është trendi, çfarë është ajo që ju bie juve telefoni më shumti, çfarë kërkojnë njerëzit? A është një situatë që ndonjëherë kthehet në alarmante nga dëshira për të ndryshuar dhe të pamundurën tek individët? Ka situata të tilla, të cilat unë jam i vendosur që ti shmang, domethënë kur e kërkoj një gjë me ngulm, dua që t'ja ul atë tempin e kërkimit, ta zbres me këmbë në tokë edhe ta bëj më të vetëdijshëm për atë që kërkon. Gjërat që pothuajse të gjitha sot kanë pësuar një trend rritje të gjitha procedurat estetike, po flasim për estetikën apo po. Kanë pësuar një trend rritje, unë mendoj që në 2-3 vitet e fundit, ato që të paktën në praktikën time kanë pësuar 200% rritje, janë procedurat për rinovimin, atë që quajmë facial rejuvenation. Mund të them që kam 2% e rasteve që operoj për palpebra, 2% e rasteve për facelift, dhe më pak raste siç operonim përpara të hundës apo ku diun të veshve. Pra rinimi i fytyrës është ajo që ka pësuar më shumë rritje, por ka edhe një gjë tjetër që edhe këtu ka një ngatërres midis pra ky proces i rinimit është shumë i madh. Aty futen edhe këto procedurat jo invazive, injeksionet, shiringa, acidi hialuronik, botoksi, ku diun radiofrekuenca. Ne jemi të fushës bisturisë, nuk para përzihemi me pjesën e pavarësisht se mund kemi kolegë që merren me këtë pjesën e injeksioneve dhe të mirëmbajtjes të mezoterapisë. Kështu që ndoshta edhe në këtë pjesën tjetër që nuk është shumë fusha ime, gjërat janë rritur në mënyrë alarmante, do thosha. Alarmante në kuptimin e vërtetë të fjalës, sepse kërkojnë gjithë jemi të vetëdijshëm që kur dalim rrugë shikojmë fytyra të bëra njësoj, me të njëjtat mollza, me të njëjtat buzë, me vetulla tatuazhe të ngritura, pra një tendencë e frikshme për t'u larguar të qenit vetvetja dhe i bukur natyralisht, por për të qenë si stampa të njëjtit model që ti ke në mendje. Madje ndonjëherë në fakt është e habitshme sepse ka një tendencë dhe të aplikimit të procedurave të tilla nga persona që nuk janë profesionistë të fushës. Domethënë unë shpesh herë dhe në aktivitetin tim personal e shoh veten të ekspozuar me individ që nuk kanë as kualifikimin e domosdoshëm për të qenë profesionist në këtë fushë dhe jam i bindur që ju përballeni edhe me raste që ju vijnë të keq manipuluar dhe trajtuar nga individë të tillë që sigurisht pasem përplasen në pjesën e kirurgut plastik. Po, dhe fatkeqësia është që ka disa raste, po e them shumë në vija të trasha, për shembull, ato që janë të injektuara me silikon të lëngshëm, që pasi kanë bredhur dhe, domethënë, entuziazmi i fillimit vjen shumë shpejt. Dhe ti e shef që ajo që ke bërë është një gjë që nuk ka më kthim mbrapa. Të paktën këto që bën me acid hialuronik kanë gjithmonë kthim mbrapa, jo në 100%, po kanë goxha, kurse injeksionet me silikon janë për mua të frikshme dhe duhet të ndalohen. Unë nuk e di nëse vazhdojnë më në Shqipëri. Por kur ti i thua që shiko se kjo gjë nuk ka më kthim mbrapa, sidomos injeksioni i mollzave, sepse është e tillë procedura që ti nuk e rregullon dot, mund të bësh një manipulim për buzët, nuk të besojnë, e kupton, po kështu është realiteti, domethënë që nuk rregullon dot më.
Doktor, do t'i rikthehemi edhe një herë pjesës së rasteve. Ju sigurisht si çdo mjek në shërbimet spitalore universitare keni patur shërbimet roje, shërbimet 24 orëshe, të cilat pa diskutim kanë ato vështirësitë e veta në po themi numrin e rasteve që ekspozoheni. Do doja të dija cila ka qenë ajo roja juaj më e vështirë për sa i përket rasteve ose në një rasti specifik që ju jeni ekspozuar në të. Mund të numëroj disa, po gjithmonë më vjen në mendje një nga rojet e mia kur në orën 4 të mëngjesit në një shtëpi kishte rënë flaka, nuk e di për çfarë, ose dikush që kishte sulmuar ose nuk e mbaj mend mirë, por di që gjithë pjesëtarët e shtëpisë ishin të djegur, rënd, në mos gaboj të paktën 4, për të cilëve 3 më pas ndruan jetë, sepse djegët ishin të papajtueshme me jetën. Por është ai alarmi i orës 4 të mëngjesit që të shoqëruar me polici nga familjarët, ajo zhurma e orës 4 ti përballesh me një fluks njerëzish dhe ti nuk di se sa shpejt dhe si do t'japësh ndihmën e parë dhe për më tepër. Ajo që ishte frikshme në të rast ishte sepse në atë kohë nuk ishte as, edhe sot ndoshta është me vështirësi, nuk ishte barela mbajtës. Pra aty të vinë 4 të shtrirë dhe ti ke vetëm një infermier në urgjencë, mund të ndihmojnë 2 infermierë të reanimacionit dhe ti do të ngresh barelën vetë. Dhe në një nga këto pacientët që po transportohen, unë isha duke mbajt barelën mbrapa dhe dëgjoj dikë që bërtiste. A ka doktor këtu? Edhe unë do të thënë nuk dija si ti thosha, e kuptoj që doktori është më poshtë këtu duke mbajt barelën. Edhe zakonisht në këto raste ato që bëjnë zhurmë më të madhe janë ato që s'kan lidhje fare me pacientin. Ky ishte një komshi që bërtiste kot, dhe donte që të merrte flamurin që unë po e ndihmoj. Sigurisht që edhe unë nuk është se e ruajta shumë gjaftësinë deri në një moment, sepse ishte e papërballueshme situata. Pra ose do të merresha me atë, ose do të ngrija barelën, të lëshoja barelën dhe i kam bërë një të kthyer kështu që ai u befasua. Por kjo është një nga ato rastet që mua më ka ngel në mendje. Pastaj mbaj mend edhe një djalë tjetër gjithmonë e lidh me ato vështirësi që ka pas mjekësia, ca vështirësi që të vjen turp ti kujtor sot, e kupton sepse gjërat kanë ndryshuar. Mbaj mend një djalë vogël 9 vjeç që vinte nga një fshat i Beratit, i djegur me korrent dhe i rrëzuar nga një lartësi prej 9 metrash, që përveç djegjeve duhet kishte probleme edhe me komocionin, ndoshta me fraktura të ishte shumë e vështirë që ta verifikoja, unë s'dija ç'a të bëja, ora ishte 2 e natës, i them atyre që sollën me ambulancë të lutem më ndihmoni që ta çoj te neurokirurgjia, që ti lutesh atyre të më bëni një skaner urgjent, sepse imazheria ishte shumë e vështirë, nuk e di. Dhe e mbaj mend që djali quhej Gin, nuk e di ku është sot. Unë isha ulur pas, edhe duke pasur parasysh ato parimet e mjekësisë së urgjencës, mundoja që t'i mbaja kokën pa lëvizur, ndërkohë që ambulanca ecte në ato rrugët me gropa dhe nuk kishe shans që ti ta mbaje atë të imobilizuar. Domethënë ka shumë gjëra. Çfarë vitesh po flasim? Çfarë vitesh ka qenë para? Po duhet të jetë përpara viteve 2005, domethënë un kam filluar aty në 96, ndoshta ka qenë viti 2000. Ajo rruga që shkon nga plastika te neurokirurgjia ishte në rikonstruksion e sipër me gropa, nuk e di, një tmerr i vërtetë, domethënë duket sikur un po shkaktoja dëmet, se s'po e mbaja dot si duhet e Ginin kokën e Ginit. Fatmirësisht ajo po mirë nga kjo pjesë. Fatkeqësisht u desh të amputoj një dorë sepse ishte dëmtuar në një mënyrë të pakthyeshme. Pastaj është rritur, un kam pas kontakte me familjarët deri vonë. Duhet të ketë ikur jashtë për të përfituar nga ndonjë nga këto protezat moderne të dorës. Doktora, ka ndonjë procedurë në pjesën estetike që ju i keni thënë jo? Pra ju vjen dikush që kërkon një operacion ndoshta të tingëllon dhe i pazakont, ose jo i shpesh në punën tuaj dhe ju i thoni jo, unë nuk e bëj këto ndërhyrje. Ato që nuk jam i zoti të bëj, nuk i bëj. Për shembull, aktualisht që flasim, unë jam shumë i friksuar për atë që ne quajmë Brazilian butt lift ose BBL, sepse pavarësisht se është shumë e vogël, quhet operacion estetik që ka vlefshmëri më të lartë. Kështu që tani nëse dikush vjen të kërkojë një zmadhim të viteve gjikant, unë refuzoj ta bëj. Dhe të shkoj ta bëj kudo të paktën, nuk dua të shmang këtë. Qoftë se edhe pse vlefshmëria është 0.0, nuk e di se sa, është e vogël, prapë është më e larta në të gjithë procedurat kirurgjisë estetike që ne bëjmë. Por
Tani që kujtohem, bëhet fjalë për ndoshta 15 ose 20 vjet më përpara, një nga kërkesat e çuditshme ishte këto që kanë lidhje me transgjenorët. Sot jemi 20 vjet pas ose 15 vjet pas, kërkesat të tilla duken më të natyrshme, po 15 vjet përpara ishte çudi që një vajzë me një gjoks shumë të bukur vjen dhe kërkon që të ndryshoj gjinin dhe një nga procedurat e para që të bënte ishte që të hiqte gjoksin dhe ta bënte atë si gjoks mashkulli. Për te asaj që më duke i kërkesë të çuditshme, sepse akoma nuk ishte mësuar me trendet e kohës, kishte edhe një gap shumë të madh në pjesën ligjore, sepse me ndoshta do të ketë qenë viti 2009, kam iden. Dhe ne për herë të parë në një konferencë kemi qenë diku në një konferencë ballkanike që një nga prej klinikave më të mëdha në botë për këtë punë referonte për gjitha këto operacione transgjenore dhe ajo që më ishte fiksuar mua në mend ishte që kishte një afat kohor që nga momenti që pacienti e paraqiste kërkesën derisa bënte ndryrën e parë. Ishte 9 muaj minimumi, sepse duhet që të siguroheshe që kërkesa ishte stabil, ai ishte i bindur që do ta bënte këto, duhet i kalonte një sër testesh psikologjike derisa të vinte deri këtu. Dhe të njëjtin qëndrim mbajta edhe unë, i thash, okay, ajo që po shndrohen ai ishte shumë e qartë, ishte shumë e bindur që në momentin e parë ti e kuptoi që nuk kishte nevojë për ta zgjatur këtë procedurë, po unë kisha nevojë që të sqarohesha me veten time dhe i kërkova që të bënte vlerësim psikologjik. Edhe tregu atëherë nuk ishte shumë psikolog, po në të gjitha ato që shkoj, sapo i tregonin këtë gjë, i thashën jo nuk kam eksperiencë. Ishte shumë këmbgulse vajza dhe vazhdoi përpjekjet për një 2 muaj dhe kërkonte, thoshte përfal, po përderisa ti nuk ke legjislacion këtu në Shqipëri, se e njihte shumë mirë që nuk e pengon këtë gjë, do të thotë që ti mund ta bësh. Por unë vazhdova këmbgula derisa dikur një neurolog i dha një letër që i tha është me ndërir stabil dhe ndryrën mund ta bëj dhe ndryrën e bëri. Me këtë trend, me këtë rit të sot të flasim gjithmonë të ndryrave estetike, ku do shkojmë doktor për 10 vjet? Çfarë po ndodh? Edhe turizmi mjekësor në Shqipëri ka arritur shumë numrin e rasteve që vinë për ndryrë të tilla estetike. Ku e shikoni ju realitetin tonë mbas 10 vjetësh? Shikoj, mendoj që çdo gjë ka atë bumin e vet, edhe për të bërë një krahasim kështu paksa banal me këtë bumin e ndërtimeve që kemi sot, dhe mua më duket edhe kirurgjia estetike sikur ka të njëjtin bum. Dhe do vi një kohë që do sheshohen gjërat edhe nuk e di se sa do zgjasë, do sheshohen gjërat dhe do vemi në normalitet. Por është e vërtet, ka një kërkesë shumë të madhe në treg, ndoshta sepse ka qenë një gjë që ka qenë e munguar, ndoshta sepse social media sot kanë një impakt i jashtëzakonshëm tek të gjithë njerëzit, jo vetëm tashmë te moshat e reja, por TikTok, mua më kanë ardhur pacient nga TikToku që kam parë edhe unë ka operuar një pacient që ishte 72 vjeç dhe që më ka gjetur nëpërmjet TikTokut, ishte çudi e madhe, por social media kanë një ndikim të jashtëzakonshëm me ato modelet që paraqisin përpara njerëzve dhe pastaj njerëzve i bëhet fiksim që unë duhet të ndjek këtë model dhe pse mos të bëjmë edhe unë. Dhe turizmi mjekësor nga ana tjetër gjithashtu, por mendoj që kjo mund të vazhdoj, po do arri një ekuilibër të caktuar. Ajo që për mua si kirurg është pak jo e pëlqyeshme, është sepse ky trend ndikon tek mjekët e rinj, le të themi të rezidentët, të ato që duan merren me kirurgji plastike. Nuk e njohin fare kirurgji rekonstruktive. Ne themi me kolegët tanë që punojmë që kështu si po vete puna, edhe një ditë para se të ndrojmë jetë, ne do jemi duke operuar kirurgji rekonstruktive, sepse nuk ka ose ka shumë pak njerëz që vinë aty tek ne për të specializuar dhe që kanë interes për kirurgjinë rekonstruktive, fatkeqësisht. Rendin me një gjysmë fjalë, nëse ka një trajnim për filler dhe botox, dhe nuk vjen asnjë, nëse ka një trajnim për kirurgji rekonstruktive. Kështu që për mua ndikimi më i keq që ka lidhje me mua është ky. Pastaj këto trendet mendoj që do, si çdo gjë tjetër, kanë atë pikun e vet, do arrim platonin e ndoshta. Doktor, do të pyes, a ka pasur një moment të vështirë në karrierën tuaj profesionale ku ndoshta keni menduar për të bërë një hap pas, ndoshta keni menduar të ulni ritmin, apo ndoshta keni menduar dhe të hiqni dorë? Të heq dorë asnjëherë.
të ndaloj ritmin, edhe ka, ndoshta që tani të gjithë e dim që ne kemi suksese, por kemi edhe dështimet tona. Edhe, kur dështimi është në ritme, ose ndërlikimet janë në ritmin e tyre, një në 20, një në 30 pacient, çdo gjë duket e përballueshme, po ndonjëherë të ndodhin që këto ndërlikime që të ndodhin për 3 muaj të ndodhin brenda ditës, dhe atëherë në një farë mënyrë ti emocionalisht nuk je i zoti që të vazhdosh punën, duhet merresh me këtë pjesë, refuzon që të operosh rastet e reja derisa të stabilizosh të pjesën. Kam pasur gjithmonë më pak në fillimet e mia më shumë, po ka një gjë në kirurgji që kur je i ri fluturon, edhe të duket sikur çdo gjë që fluturon hahet, dhe kjo bën që ti përballosh edhe ato dështimet më me entuziazëm edhe një çik me pak emocion. Sa më shumë vite kalojnë, dështimet bëhen më të rënda për, le të themi, komplikacione, se dështime është fjalë shumë e rëndë. Ndërlikimet bëhen pak më të rënda për tu përballuar, por një farë mënyrë edhe mësohesh, edhe sigurisht me eksperiencë ndërlikimet janë edhe më pak, edhe ti vazhdon, po. Por nuk besoj se ka ndonjë rast në gjithë të karrierën time që të më bëj të mendoj që duhet ta lë këtë profesion. Le të flasim pak më tepër për juve si individ tashmë. Çfarë të trishton më shumë në realitetin tonë, në shoqërinë tonë, në vendin tonë? Në parim, jo vetëm në marrëdhëniet me pacientët, por edhe në marrëdhëniet me njerëzit, për mua një nga gjërat që më shqetëson është mosmirënjohja. Pra, ti jesh mirënjohës është një veti që do ta ketë normalisht çdo njeri, nuk është një veti e vyer. Për mua ti jesh mirënjohës do ta ketë çdo njeri. Dhe kur ti ndesh me mosmirënjohjen ka një trishtim edhe një zhgënjim shumë të madh. Dhe si reagon, në përditshmërinë tonë ne kemi shumë njerëz që mund të japin maksimumin dhe realisht kthehen në mosmirënjohës. Cili është ai reagimi i parë që bën kur dikush të zhgënjen, të thyen zemrën një njeri që ti e ke të afërt edhe të shikon që është mosmirënjohës? Brenda me kam një revolt të papar, dhe po tjetë se këtë zhgënjim e marr aty, ndoshta mund të kem edhe sjellje që nuk do më pëlqenin nesër pas nesër, por fatmirësisht shumica e gjërave ndodhin kur ti nuk e ke atë person përballë, kështu që jap vetes kohë që të sillen normalisht sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe të jetë mësim për të qenë më praktik, më racional në çdo gjë tjetër që do bëj në jetë. Po ashtu do doja të pyesja, sigurisht ju keni karrierë të pasur, ka shumë pacientë që ju kanë lënë kujtime të bukura, ka shumë pacientë që ju ndalin në rrugë, në restoran, në lëvizje. Cili është ai kujtimi më i bukur që e mbartni me vete nga shumë mesazhe që merrni nga pacientët tuaj? Ka shumë të tillë, jo, domethënë nuk është problemi që ti shkon diku në një restoran siç e përmendë dhe do t'japi dikush një shishe verë falas, po më ka ndodhur disa herë dhe ka qenë një histori shumë e bukur me një vajzë, unë sa isha njohur me Manjolën, me nusën time, edhe ishte ndoshta herë e parë ose e dytë që dilnim për darkë bashkë, edhe vjen dikush dhe na ofron një shishe verë. Edhe unë nuk e mbaj mend ato, duhet ishte një dikush që kisha operuar nga lezha. Edhe duke më sqaruar më shumë zor që s'po kujtohesha, dhe jo vetëm kaq, po pas 3 ditësh shkojmë diku në Lezhë dhe qellon po unë nuk e kisha parë, edhe më thonë kur shkoj për të paguar që e ke të paguar, edhe shikoj prapë të njëjtën të njëjtin njeri edhe ishte shumë ndjesi e mirë, sepse edhe po i tregoja Manjolit se shikoj dikush nuk jam doktor, po jam edhe njeri që të tjerët ma dim për nder, po ishte vërtet një koincidencë shumë e bukur. Po në raport me familjen tuaj, gjithmonë e kemi mesazhe të bukura, tërheqje e vëmendje që marrim nga prindërit tanë, edhe që sidomos në profilin e mjekut janë shumë të domosdoshme. Cili është ai mesazh i bukur që e mbartni nga nëna apo nga babai juaj? Babai im nuk jeton më prej vitit 2007, por këshilla që më ka pas dhënë gjithmonë është që ti jemi thjesht, dhe ti dua njerëzit e thjesht. Nuk duhet. Unë mbaj mend babi ka qenë ushtarak edhe ka pasur mundësi që të bëj karrierë shumë madhe. Kur unë kam fituar konkursin në Tiranë, ai pati një farë zhgënjimi sepse kishte menduar që do isha afër tij në Kuçove dhe më tha, "Ki parasysh një gjë në këtë jetë, sa më shumë gjitesh lart, kurrëzohesh, sa më lart kurrëzohesh vritesh më shumë kur je ngjitur shumë lart. Kështu që mos syno që të kapësh majat më të larta, syno të kapësh gjërat gradualisht, sepse është më natyrale dhe kur bjesh, sepse një ditë do bjesh, do vritesh më pak." Doktor,
A besoni në Zot dhe çfarë është për ju besimi në Zot, sepse në punën tonë pa diskutim kemi raste të çuditshme, raste të përmirësimeve të çuditshme apo të përkeqësimeve të çuditshme. Dhe si interpretoni ju përpara një pacienti apo edhe me veten tuaj në këtë dimension? Unë nuk mendoj që jam praktikant besimtar, nuk shkoj në kish, nuk shkoj në xhami, po mund të futem tek ato, nuk e di se kam termin saktë që quhen agnostik, që do thotë unë mendoj që ka një fuqi të mbinatyrshme që drejton gjithçka, por që ne nuk jemi në gjendje ta identifikojmë qoftë edhe Zotin, kështu që mund të më quash agnostik. Kurse gjitha pjesët e tjera, këto kthesat e çuditshme, për mirë ose për keq, mund t'ja dedikoj Zotit, por kryesisht dua t'ja dedikoj dhe ta justifikoj me gjën që kam bërë gabim ose mirë në punën time. Pra le të themi tek kontributi dhe puna e bërë në mënyrë personale dhe sigurisht me ekipin. Edhe duke u bazuar te çfarë thuhet, ty të ndodh një rast që një ndërlikim që ti nuk e ke parë ndonjëherë. Gjëja e parë është që ti duhet të konsultohesh se çfarë ndodh me kolegët e tu, dhe nëse me kolegët e tu që ke rreth rrotull nuk ka ndodhur, duhet të kërkosh se çfarë ndodh në botë. Dhe aty e kupton se pse ka ndodhur dhe çfarë si ta përballosh. Pra nuk është se i drejtojmë shumë fuqive të mbinatyrshme për të justifikuar sukseset. Pra interpretimi shkencor adekuat në lidhje me situatën. Doktor, në rast se dikush ju telefonon dhe ju thotë që do duhet të lini profilin tuaj si mjek dhe të duhet merreni me politik apo me një drejtim të institucioni të caktuar që sigurisht është edhe drejtim politik, do e bënit në këtë fazë të jetës tuaj? Jo, asnjëherë. Nuk kam fare simpati për politikën. Pa dashur të dukem sikur çka kam humbur ose ndonjëherë njerëzit nuk të besojnë, në një periudhë të caktuar të jetës time, dikush më bëri një ofertë të tillë, edhe ishin duke më kërkuar, ishte një parti e fuqishme politike dhe më thoshin që nëse ti thua po, ne do të takojmë, do bëjmë, dhe thash jo dhe nuk e diskutoja fare dhe nuk jam bërë pishman fare për këtë gjë. Qa ishte arsyeja, sepse tundimi është i madh. Ti shikon që shokët e tu që mund të kenë bërë karrierë politike kanë sa gjëra shumë të tepër se sa ty që je munduar më shumë dhe nuk i ke arritur, por nuk e duroja dot që ti të dalësh në një fushatë elektorale dhe dikush të çajë ty nga bashortja, nga motra, nga maja, dhe ti të rish të vazhdosh aty, sikur s'ka ndodhur asgjë, dhe të shash dhe ti të tjerët. Kjo ishte një nga arsyet në mendjen time e fiksuar që s'kam për të marrë kurrë me politikë. Jo hipokrizie që ta nuk e mendoja dot unë që duke ditur se çfarë familje kanë, çfarë njerëzish kanë, tjetri të futet me detaje në fakt. Edhe tani mund të futen dhe të kërkojnë gjëra të paqëna, por atëherë bëhet fjalë për ndoshta 20 vjet më përpara. Dhe mendoja dot që ti të dalësh aty të çaj familjen tjetrit dhe ti të vazhdosh sikur s'ka ndodhur asgjë. Dhe sot e saj dite, një nga gjërat që më çudit më shumë me politikanët është pikërisht kjo, që shajnë njëri tjetrin, që shajnë nga familja, tash e theme nga gjitha gjëra, dalin edhe ato sekrete që njeriu s'do t'i mendoj, jo më t'i bëj publike, dhe çudia më e madhe zgjat 3 ditë dhe ato vazhdojnë. Kjo është merr, këtë s'do ta pranoj dot kurrë. Po në rast se do e kishit një mundësi në dorë, le të themi, të drejtimit të shoqërisë shqiptare në një sfond të caktuar, çfarë do doni të bëni më mirë ose çfarë do doni ta shikoni ndryshe ju sot shoqërinë tonë shqiptare, të rinë, mbase nuk e di, një profil që ju do doni ta ndryshoni në shoqërinë tonë? Kjo është një gjë shumë e madhe për mua. Në fakt nuk merrem me këto gjëra të mëdha të ndryshimit të shoqërisë, sepse i kam thënë mendje se nuk jam i zoti për të bërë gjëra të tilla, jam pajtuar me pozitën time dhe me profesionin tim, por në lidhje me profesionin tim, me fushën e mjekësisë, mendoj që ka shumë gjëra për të ndryshuar. Mendoj që nuk janë gjërat ashtu siç duhet të jenë. Domethënë, ose ndonjëherë më duket sikur janë më keq se sa që kanë qenë. Edhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe. Unë kam rastin që të takoj student, edhe gjithmonë i them vetes se ke parasysh është gjithmonë ajo mos përputja midis brezave. Pra, edhe ne kur kemi qenë në moshën e këtyre, prindit na ka thënë, ne kur kemi qenë sa ju, dhe ne vazhdojmë ta themi përsëri këtë gjë për breza, kur kemi qenë sa ju kemi bërë, por ka një ndryshim total të mënyrës se si ato sillen ndaj mësimit, se si pedagogët sillen ndaj studentëve.
me mungesa të tepruara, nuk e di, me provime falso, nuk dua ta shaj sistemin, por janë gjëra reale, gjëra që unë do doja të mos ekzistonin në këtë botë, sidomos, çdo profesion, çdo sferë e jetës, çdo deg ka rëndësinë e vet, por në mjeksi nuk mendoj që do të ketë abuzim në mësimdhënie, në mësimmarrje nga studentët, në orët që ti harxhon me pacientët, me pedagogët e tu, me kartelat, me praktikën klinike, me çdo gjë është më duket sikur sa vjen edhe harxhohet më pak në këtë drejtim, dhe kjo do ta uli prap çuditem, sepse prap mund të ketë njerëz të mirë që edhe me pak përpjekje kanë arritur të kenë sukses, por në përgjithësi mendoj që kalojnë shumë gjëra. Le të ndalemi edhe pak këtu, meqense ju e hapët si temë, edhe është në të fakt me interes. Në rast se studentët tuaj që ju jepni mësim sot do t'ju thonë se duan të ikin nga Shqipëria, duan të shkojnë jashtë, duan të ndjekin specializime në vende të tjera, jeni tek ai grup mjekësh që mendoni që është më mirë të largohen nga Shqipëria, apo jemi tek ai grup mjekësh që i sugjeroni dhe i këshilloni që ata të qëndrojnë këtu, të forcohen, të studiojnë dhe të japin kontributin e tyre në vendin tonë? Edhe po edhe jo. Pra, praktikisht duke vendosur veten në pozitat e tyre, do thosha që po, ikni. Jo ikni për të gjetur një vend më të mirë, me paga më të mira, po thjesht për të edukuar më mirë, për të marrë një specializim ose për të arritur nivel specializimi më të mirë. Të gjithë kemi qenë për klinika jashtë universitare dhe dim se si funksionojnë kurrikulat e specializimit, sa të sakta janë, sa mirë do t'jesh ti në sa i saktë dhe sa korrekt do t'jesh në ndjekjen e orëve të leksionit, të praktikave, gjë që këtu tek ne nuk është, që të jemi të sinqertë. Që nga kjo pikpamje do thosha po. Si shqiptar dhe si njeri që ri në Shqipëri, si prind, do doja t'i thosha, jo, nuk i them dot asnjëri kjo, po do doja që t'i thosha, jo, rini këtu, sepse vërtet edhe unë mund t'i them dikujt që ri këtu sepse unë do të ndihmoj, po unë mund të ndihmoj një, mund të ndihmoj dy, po jo 15 specializantë që kam aty, kam pa mundur që t'i mbaj të gjithë afër edhe t'i ndihmoj. Kështu në këtë pikpamje, si një njeri që dua Shqipërinë, që ja kam dedikuar dhe kam vendosur të jetoj këtu pavarësisht nga mundësitë që kam pas për t'i ikur, do t'i thosha rini, por nuk gëzoj t'i them ashtu. Doktor, si keni raportet tuaja me kohën e lirë? Pra si arrini ta menaxhoni punën, kohën, familjen? Shumë keq. Shumë keq. Edhe ki parasysh që po e them tani në një moment pas konferencës që ti bën, pas një konference përtej atyre gjërave që kemi si mjek, në muajin maj kemi bërë nuk e di sa konferenca që do të thotë shkatrim fundjavë për familjen. Nuk kam një djalë të vogël që ka qenë një nga gëzimet e mia më të mëdha në jetë, përveç djalit të madh kam edhe një djalë të vogël, edhe dua të harxoj shumë më tepër kohë me atë, po e kam të pamundur fatkeqësisht. Dhe këto konferencat, sidomos në këtë periudhë, na janë bërë, do të them, të pamundur që kemi bërë për një muaj, edhe javën e kaluar kishim një konferencë që se u mbisnin dot, të premtët shtun kemi ndonjë nga ora 8 deri në 8 darkës, po ashtu ka qenë konferenca dermatologjisë, ka qenë brainstorming, ka qenë ajo fakultetit. Javës tjetër do më duhet të ikin në Maqedoni për një workshop për mikrokirurgjinë. Edhe është një nga këto kolegët e mi që bën një kurs, më çoi email dhe tha duhet ta bëjmë prapë atë kursin, thash aman. Bëra ndonjë nga shtatorit tetori se tani në qershor nuk të vi domethënë kam marrë. Shumë bukur. Kështu që është shumë keq me kohën, gjithmonë bashkëshortja më thotë që duhet të racionalizosh, duhet të ndash gjërat, por nuk ka dalë dot. Shumë keq. Po me telefonin? Me telefonin kam një problem. Në klinikë, në praktikën private, fatmirësisht ndahet përgjegjësia dhe kam zgjedhur atë mënyrën se si komunikon. Në fundit pra ti do t'i japësh përgjigje, por i delegon ato. Në spital nuk e bën dot të gjë, sepse do ta përballosh gjithë vetë dhe unë di të them që në qoftë se shkoj në shtëpi në orën 7:30 deri në 8, nga ora 8 deri në orën 9:30 do të merrem me përgjigje edhe me dhënie mendimesh, ndoshta edhe me konsulta që është prap në kurriz të familjes, edhe nuk e di se zgjidhet kjo, ndoshta është gabimi jon që ja japim telefonin çdo pacienti, por Shqipëria kështu funksionon, nëse ti nuk ja jep, Ky është realitet që është për të gjithë njësoj. Po a keni ndonjë numër emergjence kur mërziteni, kur keni ngarkesë, kur do të ndani
gëzim tek telefoni e merrin në dorë, cili është personi i parë që telefonon? Manjola, nusja ime, është një njeri i jashtëzakonshëm që e kupton në ajër, sepse kjo është dhe i keqja jonë, që ne kur gjërat nuk na ecin mirë, e transmetojmë edhe në shtëpi, e bëjmë jetën më të vështirë dhe për pjesëtarët e tjerë të familjes. Sado që unë mundohem ta fsheh atë që ka ndodhur, ajo e kupton edhe nuk pret fare që unë ta telefonoj, por është aty gjithmonë që të më tregoj se si, dhe ajo që thot gjithmonë thot, po mirë, ti vetëm mendoj që ke bërë më të mirën. A je i bindur që ke bërë më të mirën? Qofse je i bindur që ke bërë më të mirën, atëherë pse do të shqetësohesh? Ka një qasje psikologjike shumë të jashtëzakonshme që ma zbut, sigurisht nuk ma rritot atë anktin edhe atë që po kaloj, por ma zbut e ma bën shumë të lehtë atë që po kaloj. Doktor, kaloj vitet, vjen momenti zoti Asjeriu kishte një shprehje shumë të bukur, tha të varjes fanellës në gozhd. Në fakt mjekët asnjëherë nuk e vendosin fanellën në gozhd sepse praktikisht janë gjithkohës në punë. Po le të themi vjen koha e mbylljes së ciklit profesional. Si do doje që të mbahesh e mbët nga pacientët, nga njerëzit që të kanë rrethuar në nivelin tënd si njeri dhe sigurisht si profesionist i mirë? Po unë do doja të mbahesh amend si një njeri që ka bërë më të mirën për ta, që ka dhënë maksimumin dhe që nuk ka refuzuar asnjëherë të trajtojë atë që mund të trajtojë dhe nuk ka refuzuar asnjëherë që të japë ndihmën aty ku mund të japë ndihmën. Kaq dua të mbahem mend si njeri i mirë. Do doja shumë që ato brezat që vinë pas nesh në kirurgji plastike, dikur të thonë që shiko se këtë gjë e kam parë te doktor Sokoli, ose këtë gjë e bënte shumë mirë. Tjetër gjë nuk. Po këtu prapë më kujtohet babai im dhe kjo është pak e trisht që kur ka dalë në pension më shpjegonte se sa e dhimbshme ishte ajo historia. Ai ka pas një postë të caktuar aty ku ka qenë dhe kur unë isha në punë, thoshte gjithë njerëzit zinin radhën kur më thoshte përpara mirëmëngjes. Tani që kam dalë në pension, të gjithë bëjnë sikur s'më shohin. Që të jemi sinqert dhe kam shumë frikë këtë momentin. Fatmirësisht për ne mjekët ky moment mund largohet sa të duar sepse ti punon deri vonë, por do vi një ditë, s'ka të bësh, kjo është jeta. Është një tragjikomedie e jetës. jetës. Qofse do mbahesh amand nga pjesa më e madhe e pacientëve si njeri i mirë dhe nga pjesa më e madhe e rezidentëve si dikush që ka dhënë gjithçka që dinte sa gjëra që të tjerë si dinë dhe i ka dhënë pa rezerva, mendoj që misioni im është i përmbushur. Në fakt për këtë doktor nuk kam asnjë dyshim, ne që të njohim si profesionist e dim shumë mirë që telefoni juaj nuk i thotë jo asnjë pacienti, kjo është pika e parë. Kushdo të jetë ai, nëse ka apo jo një profil që më intelektual apo jo, apo nëse ka një mundësi më të madhe apo jo, apo dhe nëse ka një problem më të madh që dikush tjetër ndoshta nuk e merr përsipër, kështu që për këtë nuk kam dyshim për punën tuaj. Ne dal nga dal kemi afruar drejt fundit të emisionit. Unë do doja të kisha edhe një pyetje të fundit edhe të kisha një përgjigje për jush në raport me të rinjt. Ky është një emision që pa diskutim shikueshmëri më të madhe e ka absolute tek të rinjt dhe do doja që të kisha një mesazh të fundit drejtuar të rinjve në tërësi dhe sigurisht pastaj këtu përfshihen edhe rezidentët, studentët tanë, të rinjtë që përkasin shkenca mjekësore. Unë do përqendrohesha kryesisht tek ta. Te të rinjt do thosha që duhet të arsimohen, të edukohen, të harxojnë më pak kohë me jetën virtuale dhe të përfshihen më shumë në jetën reale. Dihet që trendi i sotshëm i rinisë është që harojnë jetën reale dhe përfshihen atë jetën virtuale. Virtuale gjithçka, virtual mësimi, virtual takime online, është dhe kur pastaj kur ti përballesh në jetën reale e ndjen që diçka nuk po shkon mirë me ty normal. Kështu që s'ka si të shkojë. Kur ti harxhon pjesën më të madhe virtuale, jeta reale për ty është një gjë që nuk mund të përshtatesh dot. Kështu që duke u përfshirë më shumë në jetën reale dhe duke lënë më njanë jetën virtuale, mendoj që do ta kenë më të lehtë të përballen me jetën. Kurse për brezat e rinj, unë them që duhet i them që ne të gjithë kemi pasur vështirësitë tona të rritjes, vështirësitë tona të ecjes përpara. Çdo kohë ka një natyrë të caktuar të këtyre vështirësive. Ne kemi pas vështirësi të tjera. Unë isha i jetur të kapja një textbook të kirurgjisë plastike, nuk ekzistonte, internet nuk ishte. Shkoja dhe gjeja në bibliotekë ca libra, po të shohësh konspektet e mia, janë, kush i shef sot që ka paska qenë i marr.
Pra, sot ke shumë gjëra që atëherë nuk i kishe. Pse mos i shfryzosh për mirë ato? Pra, le të marrim më të mirën e kohës, ti përkushtohen asaj gjës për të cilën kanë marrë një drejtim të caktuar. Nëse dikush më pyet se nga këto studentët se cila është specialiteti më i mirë, unë kam një përgjigje për të gjithë ato. Çdo specialitet është i mirë, mjafton që ta dashurosh. Çdo gjë ka ato përfitimet e veta. Çdo lloj specialiteti në mjekësi është i bukur, çdo lloj profesioni është i bukur. Po sa kohë që ti nuk e dashuron, ai të bëhet i lodhshëm, i mërzitshëm dhe nuk është i bukur. Doktor, të falenderoj shumë për bisedën e këndshme. Ka qenë një emision interesant dhe jam i bindur që kemi dhënë mesazhet e duhura. Faleminderit ju për ftesën edhe ju inkurajoj për punën e madhe që bëni, jo vetëm me podcastin sigurisht, por për atë brainstorming që na sjell me të vërtetë në një vërtall një dy herë në vit. Faleminderit nga zemra. Duke ju falenderuar gjithëve për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.